përmbyllje të këtij muaji do të zhvilloj një bisedë me historianin Alban Kraja për të folur për të shkuarën dhe për të tashmen. Alban, përshëndetje dhe faleminderit. Mirëmbrëma valla, faleminderit ty. Alban, do ta nisim nga një debat aktual i 2 ditëve të fundit. Ju jeni shkodran dhe më mirë se me ju, aq më tepër edhe historian, nuk kam e diskutoj tjetër për të marrë një mendim më të mirë për këtë çështje. Alban, çfarë do Serbia? Çfarë kërkon nëpërmjet hapjes së një konsullate në Serbi? Projekte të vjetra, të reja, një provokim për Kosovën, hyn këtu ndoshta edhe planet për Malin e Zi, a ka serb aty? Çfarë na mëson historia për këtë, ku duan të dalin ata? Unë pikë pari flas me kompetencë nga ana historike, pastaj flas edhe nga ana sentimentale, nga ana shpirtërore, duke qenë shkodran dhe shqiptar. Atëherë, ajo që është kryesore, duhet të dimë që Serbia ka një dashuri të vjetër për Shkodrën. Ato gjithmonë e kanë pasur Shkodrën si një ëndër të bukur vere, qoftë Shkodrën, qoftë Durrës. Dhe ato akoma sot në Serbi e thojnë hapur, pa ju trembur syri, nasha skadra, pra Shkodra e jonë. Ato nasha skadra është për to qyteti me i fjalë që për to ka qenë ëndra gjithmonë, e kanë sulmuar gjithmonë, kanë kërkuar ta pushtojnë gjithmonë dhe nuk kanë arritur asnjëherë, përveç se një periudhë disa ditore në vitin 1913. Ato kanë synimet e tyre, që i kanë pasur historikisht, kanë dëshirën për të dalur në detin Adriatik, të cilën aty e kanë pas ëndër të vjetër, dhe Durrësin, Draçin, që e quajnë Draç, e kanë pasur qytetin e dytë me pikë synim për të arritur në territor shqiptar dhe për të dalur me njëherë në Adriatik. Ndërsa përsa i përket momenteve të fundit, atë që dëgjuam përmes shtypit serb, e cila akoma nuk është konfirmuar por as përgënjeshtuar nga Ministria e Jashtme e Jonas gjithmonë. Reagojnë fakt duke thënë që është një tentativë në bisedime, por nuk e mohoi diçka të tillë. Sipas saj, qëllimi i saj është Presheva. Pra një konsullate përgjithshme atje, po sipas tyre, fakti që kanë këtë objektiv, kanë bërë ndoshta edhe këtë kompromis. Atëherë, nëse si qeveria jonë ka objektiv, le t'i mbaj objektivet dhe t'i bëj real ato në momentin që nuk shet interesat kombëtare. Të vej në paralelizëm, në reciprocitet, luginën e Preshevës me Shkodrën, është një qëllim dashje me të keq, sepse është e para kundër një thik mas shpine për shqiptarët e Kosovës, pasi nuk kemi pse hymë ne dhe bëjmë reciprocitet me Kosovën lindore. Për lugina Preshevës është Kosova lindore që është heshur me pa drejt në vitin 74 Kosovës. Dhe nuk kemi pse bëjmë reciprocitet me Shkodrën, ku nuk ka asnjë farë minoritetit serb, dhe nuk ka pasur historikisht minoritet serb, ka pasur një minoritet të vogël malazes, por kurse si minoritet serb. Ndaj kjo është një pretekst, mbase ajo që unë mendoj është për të realizuar atë që kanë bërë në të kaluaren dhe grekët në jugun e Shqipërisë, duke hapur ato varret e Kosinës, duke nxjerr eshtrat e shqiptarëve dhe duke ne qitur për ushtar grek të rënë në territor shqiptar. Po dhe sikur t'ishin ato eshtra ushtarësh grek, ato janë eshtra pushtuesish grek dhe nuk kanë pse trajtohen si heronj. Dhe të vetmit serb që janë në Shqipëri, në Shkodër të rënë, janë ato të pushtimit të vitit 1913, kur unë kam thënë dhe një herë tjetër, unë kam parasysh atë që më tregonte për te aspektit historik, për atë që më tregonte një, si thua, dëshmitare sypamse në Shkodër që ka qenë gjyshe ime ndjerë. Ajo më tregonte që kur ishte fëmijë, kishte parë me sytë e saj se si serbët sapo hynë në qytet mas 11 muaj rrethim, kur njerëzit të vuanin urin, hanin barishtet e Baçes, pra kornin barin dhe zinin barishtet për të ngrënë, për të mbijetu, pasi ishte rrethuar prej 11 muajve Shkodra, dhe kur hyn ato morën para çdo gjë që gjetën, duke vrarë dhe prerë njerëzit e pafajshëm dhe rrugëve. Dhe ushtarët serb në atë kohë kanë arritur që me bajonetat e tyre të shpojnë barkun grave shtatzëna, të presin gishtat e grave për t'ju marrë unazat, të qerrin veshët e tyre për të hequr vëthët nga koka e grave. Pra, do të thotë që kanë bërë barbarizmat pa parë dhe në atë kohë ka pasur ushtar serb që janë vrarë në Shkodër dhe me siguri ka mundësi që t'jenë misioni i kësaj konsulate
krijimi i një varreze tashmë për ushtarët serb, se kanë mbetur vetëm ato për të bërë në territor shqiptar, për të avancuar më vonë ashtu siç do bëjnë dhe grekët së shpejti, pretendime territoriale, pasi ato kanë idenë gjithmonë serbët, ku është varri i fundit grek, ku është kisha e fundit greke, aty është Serbi. Pra aty kanë doktrinë nacionaliste ato, dhe kjo është me shumë gjas qëllimi tyre që Shkodrën ta bëjnë në reciprocitet me Bujanovsin, me Dexhen dhe Preshevën. Atë reciprocitet duhet ta kenë qeveria Kosovës, e cila është sovrane, e cila është e lirë, në qoftë se ato dojnë në territor shqiptar, ta bëjnë në territor shqiptar që është në Mitrovic të Veriut konsullatën, dhe Kosova pastaj të zgjellë, qeveria Kosovës në reciprocitet ta bëjë, o në Lugin të Preshevës, ose do ishte më mirë në aty ku i shporën shqiptarët në vitin 1878, që ishte zona e Nishit, apo që është zona e Mollës së Kuqe, që është edhe pak më tej. Ne e dim nga historia që janë vetëm në periudhën së lidhjes së Prizrenit, nga zonat e Nishit janë marrë para me forcë 1738 fshatra janë zbrazur nga shqiptarët, pra le të qojmë një konsullat të shqiptarëve të Kosovës në Nish. Pastaj ato le ta bëjnë po deshin Mitrovicën e Veriut ku kanë një minoritet të tyre. Po kurse si në Shkodër, kjo është një qendrim që unë kam pasur të prerë sot për hir të historisë, që Shkodra ka qenë gjithmonë zemër e shqiptarisë, që në kohën e lirisë dim që ka qenë kryeqendër, kryeqytet i mbretërisë ilire, por Shkodra dhe në shekuj ka qenë gjithmonë kryeqendër e rezistencës kundër gjithë hordhive serbo-malazeze që kanë pasur përsëris prapë ëndër Shkodrën dhe Durrësin për të dalur në detin Adriatik. Dhe në një krah ne kemi një qeveri e cila fatkeqësisht po shet copa dhëun ton, por të them e bindet plot. Koha që të vijë në kryet të dhëut ton të një qeverie atdhetarësh është shumë e shkurtër. Shumë shpejt atdhetarët do i dalin për zot atë dheu, dhe gjitha këto marrëveshje të poshtra anti-shqiptare do shbëhen. Pasi Shqipëria ka me fatkeqësisht, e them e bindet të plot këtë, 35 vite që udhëhiqet nga anti-shqiptarë. Pa përjashtim asnjë, sepse janë gjithë buke një milli që sabotojnë në mënyrë të vazhdueshme aspiratat shqiptare për të qenë pjesë e Evropës. Shqiptarët nuk kanë nevojë për ndihmën e askujt nga ana ekonomike, ato kanë pasurit pafundme, ato kanë një komunitet shumë të gjerë, miliona shqiptarë që janë në diasporë, që disponojnë një kapital mbi 60 miliard euro sot kapital që ka diaspora, është e llogaritur nga ekonomistët më të mirë, që kanë në dispozicion që të investojnë në dhëun ton në rastin kur në Shqipëri të jenë atdhetarët, kur të hynë, të vinë, të investojnë, të ndërtojnë Shqipërinë që duhet, të jenë të sigurt që ato nuk vidhen, ato nuk persekutohen, ato nuk sekuestrohen dhe të kenë garanci. Dhe këtë garanci do e japin vetëm një qeveri atdhetarësh, prandaj ajo rezistenca që bëjnë sot të rritë në Tiranë është për të përshëndetur dhe për të qëndruar larg ai prezi mbi 40 vjeçar, sepse është infektuar një çik me gjithë respektin që kam, përfshi dhe vetveten time, nga një regjim që na mësoi shumë keq, që ishte regjim i mrapsht të sllavu komunist që na udhëhoqi që nga viti 44 e këtej. Pra ju mendoni që është një arsye më shumë për të protestuar shesh edhe për këtë vendim? Absolutisht, pasi do të ketë po të njëjtën në fund siç kishte dhe jugu i Shqipërisë me ato varret që i kanë mbushur në mënyrë konteksti, sepse pak javë më parë, pak ditë kishim ministren serbe që tha do t'i shfarosja Patjetër. Do ta spastroja Kosovën etnikisht, ndërkohë që në këtë mënyrë tani, por rezistenca që ju thatë, Shkodra atëherë rezistoi 11 muaj. Po tani mendoni që do i bëj rezistencë këtij vendimi pavarësisht vendimit qeverisë? Po patjetër, Shkodra nuk do lejoj, kam bindjen e plot që shkodranët janë atdhetar, janë patriot. Ato nuk e kanë me asnjë popull, nuk kanë armiqësi me asnjë popull, por nuk harrojnë të kaluarën, sepse njeriu që harron të kaluarën është gjithmonë njeri i predispozuar që të rigabojë. Ne kemi shembullin shumë negativ të jugut të Shqipërisë, ku grekët kanë bërë atë bakërdi, kur kanë mbushur me varre ushtarësh armiq, kur të tundin në mes të ditës flamurin e Borjo e Pirit, kur në mes të ditës ato ngrejnë flamurin grek, Sikjoteket dhe Kurtjoteket, kur i kanë bërë bust një njeriu që bëri dhe atë operacion fshesa në Greqinë atëhershme në vitet 90 që ishte Mitsotakis,
Pra kjo eksperiencë ka treguar që reciprociteti i konsullatave nuk funksionon. Ne kemi konsullata shqiptare në Janin, kemi konsullat në Selanik, kemi dëgjuar ndonjëherë që ato bëjnë ndonjë kërkesë, avancojnë një kërkesë reciproke, që me që ne bëjmë ushtarëve grek, ti bëjmë dhe këtyre viktimave të gjenocidit qam, ti bëjmë sa qamve varrezët atje në kufi me Shqipërinë, në tokën greke, aty ku u vranë pa drejtësisht, pse nuk e kërkojmë një gjë tillë? Pra nuk është e mundur që ne të bëjmë reciprocitet as në Serbinë, sepse në qoftë se do të çojmë një konsullat në Bujanovë, ne do ju prishim punë atyre, se do të çojmë një filo serb, sepse ne kur i çojmë dhe Greqi çojmë filo grek, sepse pa miratimin e politikës greke nuk shkon askush në Selanik. Ndaj do bëjnë të njëjtën gjë edhe në Bujanovë, do ju prishin punë shqiptarëve Kosovës lindore, do ju prishin punë, ndërsa ato do bënin gjithmonë ato planet e tyre nacionaliste në Shkodër. Pra është e papranueshme që ato sjellin nacionalista tek ne dhe ne qemë gjithmonë të shiturit tek ato. Ndaj i themi stop, të ndalen, presidenti duhet të dalë me fytyrë, me zë dhe figurë, pasi është president i popullit. Ai ka mundësi, ka tagër, ka kompetencë që të kundërshtojë çdo ligj që është në dëm të aspiratëve dhe të ardhmës së popullit shqiptar. Nëse nuk e bën, do konsiderohet bashkëpunëtor, do bashkëfajtor në të gjitha drejtimet, bashkëpunëtor dhe bashkëfajtor, sepse jam i bindur që kushdo që ka shitur dje interesat e kombit tonë, i shet sot apo do i shes nesër, nuk është e larg dita që do dalë para drejtësisë dhe do jap llogari për tradhti kombëtar. Një përplasje, një betejë që zhvillohet në trojet tona si në rastin e bullgarëve dhe maqedonasve për pustecin dhe më pas edhe në një pjesë në Kukës që kishin debatin mes tyre në qoftë se janë maqedonas apo bullgar, ndërkohë që këtu mund të jetë ajo përplasje me malazezët. Mund të jetë ajo, por ne kemi nga ana gjeopolitike, ne nuk jemi në një njëjtin pozicion me siç janë maqedonët që janë një grush njerëz. Maqedonët janë një grush njerëz dhe nuk kanë aleat përkundërzi, ato janë bullgarë, kështu që ato do të më të mirë pikërisht ato bullgarët, ndërsa ne jemi faktor në Ballkan, jemi populli më i madh në Ballkan. Ne nëse do mendojmë të rrinë së bashku, ne të mos sabotojmë njëri tjetrin, pasi ne e dimë sabotimin që i bëhet në mënyrë të vazhdueshme me Kosovës, që të vjen keq, sepse është pjesë e jona, ajo nuk është absolutisht një shtet në aspektin që nuk duhet ja dim sepse është qi. Ato janë vëllezërit tanë, janë i një gjakut me ne, janë dardanët e dikurshin, janë ilirë, janë shqiptarë, janë zemër adhëtarisë. Ne nuk duhet kur të mendojmë që ato janë diçka tjetër dhe ne jemi diçka tjetër. Nuk duhet të investojnë askush në krijimin e një identiteti kosovar pasi nuk ekziston. Ekziston vetëm një identitet në Ballkan, që është identiteti shqiptar. O je shqiptar, o nuk je shqiptar. Po nuk je shqiptar, nuk mund të jesh pastaj as kosovar, as qam, as gjë tjetër. Pasi je një popull tjetër që nuk e bën për ne, nuk e bëj që të jesh mes nesh. Por nuk është çështje përplasjeve gjeopolitike, ta përsëris prapë pasi ne kemi luksin të jemi populli më i madh në Ballkan. Ndaj nuk duhemi të përulemi, nuk duhet të përulemi, kurrizin ta ulim përballë askujt. Kam dëgjuar një fjalim të kryeministrit tonë në një parlament të huaj, i cili thonte tekstualisht, më dridhen gjunjët dhe më mungon frymarrja. Jam gjithë emocionuar të flas para oratorëve si ju, të flas para parlamentit si ju. Pra të thoj një kryeministër që përfaqëson një kom, që është kombi themelues i kontinentit tonë, që mban vetvete gjuhën më të vjetër të kontinentit tonë. Një gjuhë që ne kemi 5 vite që rrim rapa dhe me shumë gjaz do arrim një ditë që ta fusim në librin e shenjtë të UNESCO-s. Si mund të thoj para parlamentit, një parlamenti të huaj, kush do qofte parlament, që më dridhen gjujët, në qoftë se nuk ju kanë thënë shërbime sekrete që më dridhen gjujët, po jo them unë, më dridhen gjujët dhe më mbahet frymarrja para jush. Pse kjo përulje, pse kjo inferioritet? Një kryeministër nuk është i drejtë ta bëjë një gjë të tillë. Nuk mund të drejtojë një shtet, një njerëz që ndjet inferior, dhe ta them unë pse ndjen inferior, sepse kanë vrarë në mënyrë sistematike historinë tonë. Historia jonë është një histori kaq e madhe, saqë shqiptarët do kanë thënë gjithmonë, nëse e njohin shqiptarët, që gjithë, ka shumë shqiptarë që e njohin, po ka një pjesë të madhe shumë që nuk e njohin absolutisht se siç është në vërtetë. Nëse do e njohin gjithashtu si e njohin në thellësi të saj, dhe siç e njeh një pjesë e popullit shqiptar, do ishim populli më krenar në botë. Do ishim populli që kur do shkonin kudo në botë do marrin kokën lart, do marrin shpinën drejt, nuk do i përuleshim askujt.
dhe do ishin tjerë që do na ndjeshin mbrapa. Por ne kemi pas fatkeqësisht gjithmonë qeveritar dhe pushtetar të emëruar nga tjerët. Ne nuk kemi zgjedhur asnjëherë atë që është më mirë. Kemi tentuar gjithmonë të zgjedhim të keqen më të vogël. Na kanë futur tifozllekun e stadiumit midis partive, duke bërë si skuadrat e zemrës. Pra një skuadër e zemrës sa do e poshtër e keqe është prapë skuadra ime, ndaj do e urrej atë tjetrën, do e luftoj atë tjetrën. Por politika nuk është si stadium, nuk është si skuadra e zemrës. Skuadra e zemrës është ai politikan, ajo parti, ajo qeveri që ty të realizon aspiratën kombëtare, që të rregullon ekonominë, që të mbështet në projekte. Pra ajo është në kategoritë parë, pra një qeveri që është kategoritë parë, ajo është e jotje, pavarësisht përkatësisë partijake. Por çështja është që gjithmonë ne kanë vënë tjerët, siç ne kanë vënë në 44-ën, siç na kanë vënë në 91-shin, 92-shin, na kanë vënë të tjerët, siç e kanë vënë dhe këto të fundit tash. Të imagjinojmë ne se sa gabim bëjmë kur ne thojmë që jo, po ne këto meritojmë. Nuk është e vërtetë. Si mund të zgjidhim ne edhe një herë njerëz që dogjën në Shqipëri në vitin 97? Si mund të zgjidhim edhe një herë njerëz që thynë embargon duke furnizuar me naftë një regjim gjakatar si Miloševićit në vitin 92-93 kam qenë drejtor gazete, e kam parë me sytë e mi. Botët që hynin nga Greqia dhe dilnin në Han të Hotit në Shkodër, pa u ndalur fare. Pra qarkullon të gjithë naftat në shërbim të Miloševićit. E të mërshme, dhe këto njerëz ne kemi votuar përsëri, u kthyen përsëri në pushtet në 2005. Qa bën pastaj gjithë ato të partisë të punës që janë sot hajdutët të mërshëm, që e shbaten atë popull, që e neveritën atë popull, e bëjnë që tikin nga sytë këmbët, që të braktisin vendin më të bukur të botës, e bëjnë qëllimisht dhe e gravisin, e fyejnë, e shtypin që ai të neveritën. Dhe ne arrim në pikën që thojmë e shfajon, sepse nuk duhet ta zgjidhim përsëri edhe një herë partinë e punës që është sot. Jo, nuk është fajon. Problemi është se ne i vend të tjerë nuk kemi zgjedhur asnjëherë ne. Nuk kemi pasur asnjëherë një alternativë. Ato kanë bërë një lojë makabër, siç e bëjnë dhe sot. E pe kohën e fundit kur tha, shiko, atë ishullin, kryetari i opozitës e të mërshme, atë ishullin është ishull që s'ka ujë, tha, nuk i duhet as puja si gjë, tha ai ishull. Ja ka ofruar Berlusconi, tha se donte fare, le ta marrin tha kush do. Pra imagjino unisonin që janë ato. Imagjino se si janë mill e një buke. Buke një milli. Pra imagjino se janë faqet të njëjtës medalje. Pra imagjino se sa dakord janë për t'ia futur popullit të vet, për të shtypur popullin e vet dhe për ta shtyrë në mënyrë strategjike drejt vendeve të tjera. Kjo është një fushat që ka filluar praktikisjes së shqiptarëve të shtyrja me forcë shqiptare që në 90-ën e mrapa. Kjo është strategjia për të boshatisur Shqipërinë dhe për ta zëvendësuar etnikisht. Ky është një proces që ka filluar, ka 30 e sa vite që kanë investuar në këtë projekt, ne kemi marrë vesh shumë vonë, ne kemi kuptuar tash që i doli maja e icebergut, por është shumë i thellë icebergu, sepse është një projekt që vazhdon të bëhet me sukses pilot, një proces pilot, një projekt pilot i bërë në dhoma të errta, me bashkëpunëtor politikën tonë 35 vjeçare për të zbrazur Shqipërinë. Dhe daton në momentin, është anketa e fundit, që Shqipëria do hyjë në Evropë, nga ato 1 milion e pak që do mbeshin, do ikin 60% sipas anketës të neveritur, të lollur, të raskapitur, pasi me pasaportë e tyre ato mund të shkojnë kudo në për Evropë. Pra, kyt e bëjnë ato doj për shpejtoj në momentin e duhur, të jesh i bindur, ta them me kompetencë, në momentin e duhur, kur do shohin që tashmë shqiptarët janë të parmatosur nga çdo aspekt, pra kanë ikur nga sytë këmbët, ato do japin dhe colpo di grazia quajnë italianët, atë goditjen finale, që do jetë hyrja në Evropë me njëhershme, për të zbrazur ato 60% dhe për të ripopulluar Shqipërinë. Parashikohet që Shqipëria do bëhet një vend rreth 10 milion banor me atë gjithë ekipar, ato Albanians 5, Shqipëria me ato ndërtime parashikohet që të arrijë rreth 10 milion banor, ne kemi një territor pak a shumë sa Belgjika, 30.000 e kanë ato, 28.700 ne. Ne kemi shumë pak banor, ato kanë 12 milion banor. Parashikohet Shqipëria që të arrijë pak a shumë popullsinë e Belgjikës dhe të gjithë do jetë të ardhur. Do jetë të ardhur sepse është planifikuar një mënyrë tillë, projekti i Shqipërisë është projekti i Shqipërisë pa shqiptar. Me një referendum ato mund t'ia vëjnë emrin si të duan pastaj Shqipërisë, mund t'ia ndryshojnë dhe emrin me referendum dhe mund të bëjnë çdo gjë që duan. Pra është një perspektivë e kohshme e Shqipërisë, në qoftë se vullnetarët nuk e marrin në dorë shumë shpejt, pasi dëmet janë të pallogaritshme. Dhe kjo çështja e konsullatës
që e përmendën në fillim, është pra vazhdimësia e gjitha këtyre gjërave. Nuk ka përgjigjëstruar Ministria e Jashtme, fakti që s'ka përgjigjëstruar do t'rregoj që është një projekt dhe ka marrë fund, sepse gjërat do dalin gradualisht një mas një. Ta përsëris, janë shumë thellë gjërat dhe do të jetë shumë të llimshme për popullin tonë. Pasi po të shesësh tokën e babës, për ta blerë edhe një herë tokën e babës, ai do të kërkojë 10 fishin, 100 fishin, 1000 fishin, që ti mbasi nuk do jesh kur në i Zot për ta riblerë edhe herë. Që ju theksuat pak më lart që ne duhet të jemi krenar për historinë tonë, për rrjetet tona, si për vendbanime që u zbulua, si për gjuhën shqipe, tani edhe për kolonën zanore të filmit që po bën xhiron e botës, edhe në Shqipëri këto javët e fundit, tani ne u kujtuam edhe për mjeshtrin e fyllit, që ka mbetur te markata e peshkut atje, erdhën të huajt, prap ata e zbuluan, por ju ç'mund na thoni më shumë, keni folur shumë, sidomos edhe në vitet e fundit, për rrënjët tona, për historinë tonë, për trashëgiminë, edhe për thesaret e pazbuluara. Por për gjithë ata që na dëgjojnë për herë të parë, edhe për të pasur një ide më të përgjithshme, edhe detaje që deri tani mund t'i lidhim me këtë histori. Pse ai zgjodhi, unë po bëj një pyetje që mund të cilësohet dhe naive, por si fillim, pse zgjodhi pikërisht Shqipërinë dhe jo Greqinë? Mos ndoshta këtu është e vërteta edhe për Trojën, historia, fylli që është instrumenti i dytë pas zërit njerëzor për lashtësi, prap na sjellën në Shqipëri, pra të gjitha këtu. Shiko, Nolan është një regjisor që është shumë njohës i mirë i historisë. Nolan i është vënë përpara vetëm një datë. Odiseja trajton një periudhë, si thush tregon për një periudhë të kohës së bronzit, shekullit 13-12 para Krishtit. Ndërsa Helenët kanë ardhur në Gadishullin Lirik shekull 8-7 para Krishtit. Pra midis Homerit që shkruan në shekullin e 7, pastaj 8 që shkruan Homeri veprën, dhe ngjarjeve që i referohet ndajnë 400 vite. Dhe aspekti kur kanë ardhur Helenët për herë të parë në Gadishullin Lirik, janë 4 deri në 5 shekuj që ndajnë me herojt tanë të Iliadës dhe të Odises. Pra Nolan kishte parasysh këtë, që nuk mund dhe nuk duhet ta bënte Helen dikë që nuk ka lidhje fare me Helenët. Dhe këtë ai e ka bërë mjeshtrisht në një moment të filmit, kur ushtarët e Odises gjindeshin përballë një fshatari, një vendalie. Dhe ai vendalia i flet në greqisht. Pra i flet në greqisht, është vetmi moment që flet greqisht në film një personazh. Dhe i flet në greqisht. Dhe ushtarët e Odises sidhen nga Odiseja dhe i thonë që nuk e kuptuam se ç'a tha. Pra kjo të tregon më së miri atë, si thua, drejtimin e vërtet historik që do të bënte Nolan për të treguar që në aspektin historik nuk ka, sepse ai nuk don që mas 10 viteve, 50 viteve, emri i tij të lakohet si një mashtrues i historisë. Sepse ai din shumë mirë që grekët kanë ndërtuar një histori, sidomos grekët e sotëm, të bazuar krejtësisht në transformime të historisë. Historia mund të zbulosh, nuk është shkencë eksakte. Ajo përparon në bazë të zbulimeve, në bazë të dhënave arkeologjike të reja, në bazë të dorëshkrimeve që mund gjillen në gur apo në shkëmb apo kudo tjetër, pra evolon, nuk është një shkencë fikse. Por ai nuk mund, kurse si duke e ditur që ka një ndek 4-5 shekuj mes njëri tjetrit, nuk mund të që ta bënte grek Odisej. Pra kjo është e para grusht në fytyrë që i ka rënë grekëve. Ato e din shumë mirë, mundohen ta fshehin këtë detaj, mundohen ta fshehin dhe e çojnë me atë idenë gjithmonë që Odiseja është i hyni etj. Ai nuk ishte grek, kurse si Helen, kurse si grek, ai ishte Odiseja Pellas, siç ishin gjithë të tjerët në momentin e përplasjes dhe në luftën e Trojës, ishin Dardan, Pellas, Ilir, ato pastaj që u ndan sipas gjitha gjasëve, sipas Iliada vet ne duhet të hyjmë pak në kontekstin historik. Në shekullin e 13-12, Ilirin, gjithë Gadishullin Lirik e udhëheste një mbret që kishte emrin Ylli. Mbreti Ylli mbahet si mbreti më potent që ka njohur ndonjëherë mbretëria, si thuash, ilire e gjithë Ballkanit, të sotëm që u qunë të Gadishulli Lirik. Dhe Ylli
kishte një fuqi të tillë që mbaj edhe nga historianët e mëvonshëm, mbaj si mbreti mbretërve, që ka qenë më i fuqishëm në mënyrë absolute. Vetëm rreth 40 vite, mbas 30-40 vite, mbas vdekjes së mbretit Ylli, supozohet që është bërë lufta Trojës, pasi nuk është histori, mund të jetë dhe thjesht si thua e krijuar, por mes legjendës, mes historisë dhe mes si thua atyre miteve, ne e kemi të ndërtuar nga Homeri vet që në shekullin e 12 ndodhi kjo përplasje e madhe titanike e herojve homerik për arrin e Trojës. Dhe vetë titulli i veprës që quhet Iliada na tregon direkt gjurmën e parë ilire brenda saj. Pasi e përsëris, para se të shkruaj, para se të ndodhte lufta Trojës, mbretëronte Ylli ishte mbreti pa kufishit. Dhe mbas vdekjes së tij, Ylli nuk la një trashëgimtar fiks, por ishin disa trashëgimtar të cilët hynë në konflikt njëri me tjetrin. Dhe ato u përplasen për të mbarur, si thua, atë udhëheqjen edhe një herë të popujve ilirik që ishin në gatishulli ilirik të asaj kohe. Dhe në atë kohë, kjo përplasje e madhe ka gjasa që u bë me fjalë për kontroll midis dhe u nda në 3 mbretëri. 3 mbretëri që lindën ishin ajo Maqedone, Ilire dhe Epirote. Dhe vetë emri që Homeri ja vën në gegnisht Iliadës dhe thot Ili, që është Ylli a dal. Ili a dal. Pra Ylli, mbreti, Ylli, pra mbretëria e tij u da. U shkërmosh sepse e kishte një mbretëri unike. Pra çështja ishte e luftës së Trojës që u ndan këto 3 mbretëri pellazike që ishin të 3 Ilirët, Epirotët dhe Maqedonët, që ishin si thua të njëjtës familje që shkruanin, flisin të njëjtën gjuhë dhe shkruanin të njëjtën gjuhë me këto gërma që janë gërmat pellazike. Ato gërma që ne fatkeqësisht në vitin 1908 na friksuan, na thanë mos I prekni ato se janë greke, dhe ne në vend që të manim të dy alfabetet, pra të dy ABC. Për të mbajtur të dy alfabetet, do ishin një zbërthim I pjesës së patjetër, sepse atëherë pse ndodh kjo? Ne kemi gjitha shkrimet në tokën tonë dhe të sotme, ne kemi shkrimet e shekullit të 4 para erës sonë, të dalura në Puglia të Italisë, të përkthyera nga profesor Francesco Ribezzo, glotologu më I njohur I Italisë shekullit 20, me shqipen e shekullit të 20. Pra 400 shkrimet me sapike të shekullit të 4 para Krishtit. Po janë të shkruar me këto shkronja. Por me greqishten nuk u përkthenin ato, sa I provoj me greqishten përpara dhe rastësisht nga një student arpresh ju këshillua që të përdorte shqipen. Dhe përmes shqipes I përkthej. Dhe çështja është që të parët tanës, po atjetër që shkruanin, po shkruanin ato shkrimet që ne I gjejmë sot rëndom në nën tokën e Shkodrës, së Durrësit, të Apollonisë, të Butrindit dhe sa herë dalin ato, grekët thonë janë greke. Dhe akademia jonë ç'bën me si shpreh, janë greke thot. Pra kjo është gabimi më I madh, sepse ne duhet të mendojmë që me greqishten nuk përkthehen ato shkrime. Dhe ka sot që janë mbi 1000 fjalë në greqishten e lashtë, sot janë mbi 1000 fjalë në greqishten e lashtë që nuk kanë kuptim në mënyrë absolute, nuk arrin t'i përkthejnë. Dhe ato 1000 fjalë kanë përqasjen vetëm me gjuhën shqipe gege, me dialektin geg. Asa shteti helvetik kohët e fundit ka dhënë një kredi prej 1 milion frangë zvicerane për të bërë profesorët e tyre, duke financuar profesorët e gjuhësisë të katedrave të tyre të gjuhësisë, për të gjetur zanafillin me të vërtetë të tyre 1000 fjalë që janë kuptimi I tyre vjen vetëm me shqipen e sotme. Asa ke toponimit e mërvëndet e Greqisë, kur erdhën gjithë ato shkrimtarët e mëdhenj të shekullit 18-19, erdhën historianët e mëdhenj, erdhën në Ballkanin atëhershëm, ikën në Greqi, erdhën në Shqipëri, nuk arrinin t'i përkthenin. Ato emërvendet e Greqisë nuk arrinin t'i përkthenin, që I kishin ato nga Iliada, nga Odisea, nuk arrinin t'i kuptonin me greqishten, as të lashten dhe as të greqishten e shekullit 18-19. Por gjetën vetëm një gjuhë që I jepte kuptim, që ishte shqipja. Dhe këtë ne akademia jonë vazhdon na fshe, sepse është si thua e ndërtuar për të sabotuar që kur u ndërtua ajo, me gjithë figurat që ne I mbajmë sot, figura të kalibrit, si që ishte Çapei, që është e neveritshme fakti që ne akoma sot pranojmë teori të tilla që e nxjerrin Shqipen të formocuar pas shekullit të 5 mas Krishtit. Pra e nxjerr Shqipen një gjuhë mesjetare,
të formatësuar e përsërisë edhe një herë mas shekullit 5 mas Krishtit. Këtë e thalli në një emision televiziv një memishaj, një akademik, akademik. Dhe sa herë që ne hymë në këto diskutime, pastaj dhe me akademik perëndimor, të cilët po na mbështesin, kam miq në Francë, në Gjermani, në Angli, që po na mbështesin, udhtoj shpesh, shkojmë, takojmë, çojmë ato fjalët tona një rrokshë. Fjalët tona një rrokshë jemi vetë një gjuhë, sidomos dialekti geg, që ka mbi 3000 fjalë një rrokshë, gjitha emrat e trupit që nga kry, punë, gojë, sy, vesh, dorë, gisht, gjitha janë një rrokshë, se këto janë fjalët e para që ti mëson kur lind. Pra kur lind si njeri dhe kur lind si popull. Pra fjalët një rrokshë janë në bazë të gjuhësisë, ndërsa fjalët sa më të artikuluara që janë, aq më zhvilluar është gjuha, aq më re është gjuha, sepse gjuha përbër nga shumë rrokje, ato tregojnë evolim, tregojnë modernizim të asaj gjuhe, por ama gjuha pas mbet ajo një rrokshë. Dhe kur shkoj, më nxjerrin para syve shumë herë, më thojnë, po si është e mundur që akademia ju bën kështu. Po janë ato pra se u ndërtu akademia atëherë nga serbët dhe nga rusët për të sabotuar projektin e Shqipes, pasi të kujtojmë që zhdukja e dialektit geg nga kongresi në vitin 1972, heqja pas kajores është një dëm tragjik për gjuhën shqipe, pasi u sabotua qëllimisht për të treguar që Shqipe ishte një gjuhë e re, e ndërtuar në mas shekullit të 5 e përsërisë mbas Krishtit. Ka ndonjë element, por ama është ndërtuar. Ky është gabimi i madh. E tjetra që sabotohet gjuha shqipe, te huazimet. Ne kemi huazimet në gjuhën shqipe, thojnë. Ne kemi të marrur turqizma, arabizma, greqizma. Në fakt është e kundërta. Ne jemi gjuha gjenezës, jemi gjuha e parë. Nuk mund të kemi ne të marrur nga tjerë, por kanë tjerë të marrur nga ne dhe ne shumë herë ne kanë futur në tru. Si na kanë futur në tru kur na thonë ne jemi poll që s'bëmi kur, ne jemi poll që urrejnë njëri tjetrin, ne jemi popull më i bashkuar, fakti që në Tiranë dalin prej 2 muajve, e do dalin edhe për 2 vite po që nevoja, natë për natë, ditë për ditë, të bashkuar shqiptarët pa parti, pa ndikime, tregon që ne jemi bashkuar kur kemi një objektiv, ne shqiptarët jemi të paparë, kemi një lidhje gjenetike mes nesh që është viscerale, brendshme, shpirtërore. Dhe na thonë, po, do pyesja Alban që a ja vendos kapakun kjo nëse do kemi një zbulim të ri edhe për Trojën, që mund të kenë ndodhur brenda këtyre trojeve, atëherë do ishte fatale. Patjetër, unë kam udhëtuar, kam qenë dhe në Turqi, kam qenë po të marrësh atëherë. Kush e zbuloi Trojën ishte një biznesmen. Ishte një biznesmen gjerman që s'ja kishte fare as nga historia, as nga arkeologjia. Por ai u pagua në atë kohë nga mbreti gjerman që ishte në Greqi, për të gjetur lokalizuar Trojën, sepse ju duhet një identitet i ri, ishte një shtet i ri që kishte nevojë për një identitet. Ishte një shtet i ri i ndërtuar në kurrizin e arvanitasve, pasi ja vlen që ta përmendim faktin që edhe sot po dëgjoj arvanitasit të bën revolucionin grek e bashkuan Greqinë. Për asnjë moment ato s'kan bërë revolucion grek. Është një gënjeshtër e madhe, është një mashtrim që i bëhet shqiptarëve. Ato nuk kanë bashkuar Greqinë, nuk kanë luftuar për Greqinë. Ato luftuan për arbëri, për tokat e tyre, për varret e të parëve. Kolokotroni ishte njeriu më potent i Peloponezit. Ai s'luftoi për Greqinë, se njihte fare Greqinë. Ai luftonte për trojet e tija, luftonte për aty ishte toka e tij, aty ishte arbëria e tij. Aty ishin varret e të parëve të tij. Si ne thojmë që luftoi për Greqinë, ato s'kishin flamur grek. Ato kanë luftuar me flamuri kuqezi, që grekët si thua më tolerant thojnë luftuan me flamurin e Bizantit. Nuk ishte flamuri Bizantit, ishte flamuri Gjergjit, ishte flamuri Kastriotëve. Pra ato luftuan për tokat e tyre. Marko Boçari nuk dinte i fjalë greqisht kur iku arratist në ishull të Korfusit që ndiqnin turqit në atë kohë. Ai mësoi greqishtin dhe pastaj i pau se ushtarët e tij Suljo ishin në vështirësi. Dhe ç'a bëri ai? I bëri një fjalor që sot gjendet në një ndër bibliotekat e muzeumet franceze, bëri një fjalor të shkurtër greqisht shqip për t'i bërë ushtarët e tij Suljot të kuptonin diçka dhe nga greqishtja. Pra janë gjitha gjërat e montuara mrapa, siç është çështja e bubullimës, siç është çështja e gjithë figurave arvanitase që s'kan bërë kur revolucion grek, po bën një revolucion për tokën e tyre, për arbërinë e tyre. Dhe atje ishte arbërinë atko, jo vetëm ne ku jemi ne sot, sepse ato ndajnë idenë që andaj si ishte arbëri, këtu është arbëri. Se thonë po ç'a bën ato për ne? Pse do të bënin për ne? Ato bën për tokën e tyre aty. Aty e kishin varret e të parëve ato. Ato luftuan njëri për tjetrin dhe po ta shikosh mirë,
Ato nuk ishin të koalizuar, nuk ishin në bashkëpunim njëri me tjetrin në fillim. Ato luftuan gjithë secili për atë qytetin e vet, atë fshatin e vet, atë krahinën e vet që kontrollonin. Marko Poçari ishte një solitar, ai luftonte vetëm për zonën e Sulit, nuk i interesonte pjesa tjetër fare. Ai në ëndrrën e tij do të bënte Republikën e Sulit. Tash puste nga ndikimi otoman, ato urrejnin shtypjen otomane, ajo po, ishin liridashës. Asa kur bë shteti pastaj grek, i zorën përpara këtë flamur bubullimës, kolokotorën gjithë, i burgosën e gjithë, sepse nuk pranuan të bënin betim me një flamur që nuk e dinin. Me një flamur që ato s'kishin luftuar kur për atë flamur. Pra kjo është thrillimi me historinë që kemi pasur gjithmonë dhe ne vazhdojmë sot, sponsorizohet në Shqipëri për të thënë bën revolucionin grek. Nuk bën revolucion grek ato, duhet ta heqim nga mendje. Ato bën revolucionin arbror për tokat e parëve. Dhe është një fakt që formacioni i parë në 1821 në Greqinë e sotme u quajt Nea Albania, Shqipëria e re, kështu u quajt, si dojnë ta thojnë të tjerët, dhe nuk kishte asnjë qëllim që të bëhej Greqi sepse nuk e njeh atë koncept. Ai e thot vet Dimos është një nga shkrimtarët historian më të njohur që ka Greqia, e thot Dimos. Po mos ishte thot për Goethen, për shkrimtarët më të mëdhenj që ishin atë kohë, që erdhen nga Franca, nga Gjermania gjithë dhe na thanë shiko, ju jeni pasardhësit e Platonit, ato pyeten, e pyetshin dhe Goethe e këto Platonit, kush nuk e dinin fare. Pra kishin humbur çdo orientim, çdo lidhje me atë kohë që ishte, sepse nuk kishte më element helen. Sepse nga historike, unë dhe në bibliotekat e Vatikanit nuk kam gjetur kur, mas shekullit të 3-4 pas Krishtit, as edhe një herë të përmendur fjalën helen. Pra ato në histori kanë mbaruar në shekullin e 3-4 pas Krishtit, janë zhdukur, janë asimiluar përfundimisht. Në Greqi kishte ca Romej që ishin pra ato që quhen vetë Romej nga aspekti religjioz, pra nga përkatësia fetare, dhe ishin arvanitasit. Të vetmit origjinal që ishin aty, që ishin autokton, ishin arvanitasit. Dhe këto pastaj, kur u bërë pastaj e gjitha ajo që ndodhi, që u bashkua Greqia pasi këto i thanë ju jeni pasardhësin e Platonit tyre dhe këto u dashuruan pastaj me këtë projekt që ato sollen me Goethe me gjithë tjerë sa ishin në Evropë, sepse ishin këto të romanticierë të mëdhenj që kishin atë idenë e qytetërimit helen, por e kishin në fantazinë e tyre. Aq sa mbreti Oto, dhe këtë e thot Veremis, një tjetër historian i shquar grek, pra nuk e thot Albani, e thot Veremis, kur doli mbreti Oto thet në rrugët e Athinës, dëgjoi duke folë një gjuhë që ai nuk e dinte, sepse dinte vetëm gjuhën greke të re, si thosh atë gjuhën romej që u flitte në shekullin 19. Dhe i dëgjoi tha, "Ua, sa bukur tha u flit kjo greqishja lashtë, tha." Edhe u dashurua duke i dëgjuar tha. I thanë mbret në lartësia juaj, ajo është arvanicë, është shqip, nuk është greqisht e lashtë. Aty pastaj e mbeti dhe e xorën pastaj me ligj që të nxjerrin jashtë përdorimit gjuhën shqipe, i persekutonin, i shtypnin, i godisnin, sa herë ato flisnin bile në shkolla janë dëshmit e njerëzve që arvanitas, që më shkruajnë në mënyrë të vazhdueshme, i rranin me thupra në duar sa herë që flisnin për çdo fjalë që flisin në arvaniqe në shqip. Por sot ato po e kuptojnë, arvanitësve ju është bërë një mohim, dojnë t'i nxjerrin që janë minoritar të ardhur. Pra dojnë t'i bëjmë njësoj si minoritarët, ato grush minoritarë që kemi ne në vendin tonë. Pra ato nuk janë minoritar, ato janë autokton në Greqinë e sotme, ato kanë të drejta të një populli fillestar të atij shtep të ri që u bën në vitin 1821 mbrapa, pra nuk ka pse ndihen të përsekutuar. Pasi sot, akoma në Greqi, në qoftë se një proklamohet arvanitas, e shohin me sy të keq. Në qoftë se ai tenton të flasë gjuhën arvanitase, mund të ketë mundësi që mos bëj karrierë as politike, as të bëj një karrierë ekonomike si duhet, qoftë se është një biznesmen i madh. Pra ka një përsekutim të vazhdueshëm. Dhe ajo që është sot më të mërshme në Greqi, ndryshimi i mjemrave, ato vazhdojnë prapë dhe këtë ma kanë dhënë këtë lajm, ma kanë dhënë arvanitasit vetë. Janë të përgopuar sepse po ju ndodhe. Njëjta gjë që ju ka ndodhur atyre 10 vite më parë po ju ndodhe emigrantët të sotëm. Ju ndryshojnë mjemrin në momentin që i bëjnë nënshtetësinë. Dhe një pjesë thonë që jo, por nuk ka fjalori i grek, nuk e ka të sërë. Por sipas tyre me fjalë duhet shkruar si lexohet. Nuk mund të shkruhet në pasaport emri jot, nëse shkon në një shtet tjetër dhe merr nënshtetësinë, ashtu si e lexon ai. Se nëse është ashtu atëherë një që quhet Michael Jackson, ne po erdhi një njeri i tillë në Tiranë për të jetuar, bëhet shteta shqiptar, ne duhet ja bëjmë Michael me k,
Jackson, pastaj t'ja vej me Jackson, me X, H, etj. Pra ti bastardlloj me emrin dhe mjemrin. Është e pamundur, është e palogjikshme që një pretekst ajo. Po shteti jon ç'a bën? Nuk flet. Shteti jon e mbyll gojën, sepse ky është problemi më i madh, kur shkoi kryeministri dhe të përoroi statujen e atij që ka bërë operacion fshesa, që janë me dhjetra, me qindra nëna që nuk din ku kanë kalamajt e tyre që në atë kohë. Janë mbi 800 të zhdukur shqiptar në territor grek që nuk dihet se ku janë. Pra imagjino ti, pra ajo shuplak ndaj popullit, shuplak ndaj kujdo që e don vendin e tij. Por të përsëris prapë, jam i bindur që dashnorët e vërtet, avdhetarët do vinë shumë shpejt. Një preziri i shkolluar në Perëndim, me gjithë ato që sot po demonstrojnë gjithë, do jenë flamurtar të një Shqipërie. Unë nuk do i thoja Shqipëri të re, se me vret veshin, sepse ishte dikush tjetër që do bëjnë të re përpara, po një Shqipëri të lirë. Një Shqipëri të lirë, ku të gjithë të kenë të drejtat. Dhe përsëris, ka një kapital 60 miliard euro shqiptarë të diasporës nëpër banka kudo në botë, që janë një pjesë e konsiderueshme e tyre, të gatshëm të vinë, të investojnë, të ndërtojnë Shqipërinë, ashtu siç duhet. Por jo të shitet territori shqiptar, pasi po shitet territori shqiptar, do na fusin në konflikt qindra vjeçar dhe do ishte diçka që do çonte popullin shqiptar drejt një katastrofë. Alban, po e mbyllim më mirë se me çdo gjë tjetër me këto fjalë shprese edhe mesazhe mjaft inkurajuese nga ana juaj, edhe unë shpresoj gjithashtu që ky fillim të jetë një fillim i mbar i bashkëpunimit ton për të folur për rrënjët tona, sepse nuk do mjaftonin orët dhe ditët për të thënë të vërtetat, dhe shpresoj që në të ardhmen ne të bisedojmë sërish. Jam shumë mirënjohës për gjithë bisedën edhe gjithë të rrëfim të jashtëzakonshëm tuaj për historinë tonë. Kënaqësia ime, kënaqësi e veçantë, unë si gjithmonë ju bëj thirrje shikuesve tuaj të shumë që e kam parë që i ke të shumë, të hyjnë, të regjistrohen në kanalet tona YouTube, kam kanalin tim YouTube, është gratis, është pa pagesë asgjë, në Facebook, në Instagram, sepse sa më shumë janë që na ndjekin, aq më shumë na nxisin, sepse tregon që ne po bëjmë mirë, po bëjmë diçka që duhet. Dhe apeli i fundit ajo që gjithmonë në çdo rast unë e bëj, ju lutem gjithëve, mos e shitni kur shtëpinë e babës dhe tokën e babës, sepse të tjerët do e marrin dhe nuk do kesh kur më lidhje me vendin tat. Pasi po shitet shtëpinë e babës dhe po shitet tokën e babës, kishit dhe varret e të parëve. Dhe lidhja me Abdheun do jetë asgjë pastaj. Do përfitojnë të tjerët. Mbajeni fort. Po e mbyllim me këtë për gjithë ata që duan të zbulojnë rrënjët tona, të shkojnë në kanalin tuaj të YouTube-it Alban Kraja. Faleminderit shumë Zoti Kraja. Të jam mirënjohës shumë. Gjithë të mirë.